Ditën e sotme Luizi na surprizoi sërish me një super dhuratë që shpesh e shpreh e tregon se sa shumë Lunën e don. Bëhet fjale për një palë atlete me qafe për stinën e dimrit, por nuk janë thjesht atlete, por janë një kujtim i bukur ku dhe aty ku shkel fytyra e saj përpara i del bëhet llaf për një portret i printuar 3D nga printerat apo stafat me lazer për foto në sende personale. Fotua duket qartë dhe pse me një ngjyrë të errët ku Luizi puth të voglën e tij. Kjo foto për Luizin është simboli dashurisë që ka për të voglën e tij, ndërsa ai shfaqet kaq shik i veshur na tregon duke u rrotulluar surprizën që Luna e ka të sajën. Me siguri Kiara do të bëhet pak xheloze për këtë gjë, por dashuria e prindrit për fëmijën është kaq e madhe sa bën gjëra shumë të veçanta. Ndoshta për dike janë thjesht një palë atlete, por për Luizin janë të vlefshme. Shumë e kujtojmë se ai ka bërë portrete target të personalizuar të makines për Lunën ku e disponon e sot, dhe me atë targe lëviz nëpër çdo cep të Shqipërisë. Kjo është një dashuri e pakufizueshme dhe e pashtërueshme. Gocat janë për babajnë e cunat janë për nenën, ndërsa Kiarës i urojmë të bëjë një cun për vete, një vella për Lunën e një krahe për Luizin. Luizi e merr të voglën kudo që shkon nëpër koncerte, evente, xhiro me makine, në film, në ekspedita, në kopshte. E parë që ai gjithashtu është një baba i dashur e i sjellshëm. Ai nuk i bërtet kur të voglës së tij, edhe nëse ajo bën një gabim, jo sepse është e vogël, por sepse e do shumë të voglën e tij. Urojmë lumturi komplet familjes, edhe ta gëzoj dhuratën e vogla dhe embëlsira e familjes dhe e jona. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.